Eksportet shqiptare të zarzavateve ka nisur vitin 2026 me një rënje të fortë, duke reflektuar ndikimin e përmbytjeve që prekën zonat kryesore bujqësore dhe serat e specializuara për tregjet e jashtme në fillim të vitit. Sipas të dhënave zyrtare të Instat për muajin janar, vendi eksportoi 5367 tonë zarzavate nga 9936 tonë në janar 2025, me një tkurrje prej rreth 46% në baza vjetore. Rënja është edhe më domethënëse nëse merret parasysh se janari i vitit të kaluar shënoi kulmin e dekadës për këtë muaj. Viti 2025 u karakterizua nga zgjerimi i prodhimit në sera dhe kërkesa e lartë nga tregjet evropiane, duke e çuar eksportin në nivele rekord. Vjet pati një interes të lartë nga Evropa për prodhime të stinës si lakra dhe karota, çka nxiti mbjellje të reja në fushë. Teksa ky trend vijoi edhe këtë sezon, përmbytjet e janarit dëmtuan qindra hektar të mbjella në fushë, por përveç prodhimit u dëmtua edhe logjistika e eksportit, pasi vështirësitë në transport dhe furnizim kanë kufizuar dërgesat drejt tregjeve evropiane. Megjithatë, edhe pas kësaj goditje, niveli i eksporteve mbetet më i lartë krahasuar me shumicën e viteve para pandemisë, kur eksportet e janarit luhateshin zakonisht midis 1.8 dhe 3.8 mijë tonëve. Rritja e viteve të fundit kishte krijuar një bazë më të fortë prodhimi, por fillimi i vitit 2026 tregon se sektori mbetet shumë i ekspozuar ndaj rreziqeve klimatike. Pas disa vitesh rritjeje të qëndrueshme dhe investimesh në sera, përmbytjet treguan se infrastruktura mbrojtëse dhe menaxhimi i riskut klimatik po bëhen faktor kritik për stabilitetin e eksporteve. Operatorët presin rikuperim gradual të eksporteve në vijim, por fillimi i vitit ka rritur pasiguritë për eksportuesit e zarzavateve. Rritja e eksporteve bujqësore si në sasi dhe në vlerë dhe në anën tjetër rënja e prodhimit po tregon se sektori po shkon drejt konsolidimit. Bujqësia shqiptare ka hyrë në një fazë konsolidimi me rënje në total, por me një orientim të fortë nga eksporti. Fermat e vogla dhe të mesme në zonat rurale të vendit po falimentojnë nga tkurrja dhe plakja e popullsisë, teksa po rriten dhe po zgjerohen fermat e mëdha blegtorale dhe ato në sera në zonat me bujqësi intensive si Fieri, Lushnja e tjerë me destinacion eksportin.